Situata e krijuar së fundmi në Big Brother VIP Albania pas deklaratave të Mirin ndaj Mateo ka kaluar kufit e një debati të zakonshëm televiziv dhe është shndërruar në një çështje që ka prekur edhe familjarët jashtë shtëpisë. Shpreha jashtë do merremi vesh, e artikuluar gjatë një momenti tensioni, është interpretuar nga familjarët e Mateos si një kërcënim i drejt për drejt. Për ta, kjo nuk është thjesht një frazë e thënë në nerva e sipër, por një deklaratë që ngresh shqetësime serioze për sigurinë dhe klimën që po krijohet rreth spektaklit. Në reagimin e tyre publik, ata kanë zgjedhur një ton të matur, por të qartë, ka kufi që nuk duhet të tejkalohen, pavarësisht natyrës së fortë të lojës. Familjarët theksojnë se janë të vetëdijshëm për formatin e reality show, ku debatet, përplasjet dhe emocionet janë pjesë e pandashme e lojës. Megjithatë, sipas tyre, ekziston një vijë ndarëse mes debatit të fortë dhe gjuhës që mund të perceptohet si kërcënuese. Ata ngrenë shqetësimin se normalizimi i deklaratave të tilla mund të japë një mesazh të gabuar për publikun, sidomos për të rinjt që e ndjekin me interes këtë format. Një tjetër element i rëndësishëm në reagimin e tyre është fakti që ata nuk kërkojnë përshkallëzim të konfliktit. Përkundrazi, synimi i tyre është të tërheqin vëmendjen e produksionit, opinionistëve dhe vetë banorëve për përgjegjësinë që mbartin në një platformë kaq të madhe publike. Ata kërkojnë që të ruhet respekti reciprok dhe të garantohet që çdo situatë e tillë të trajtohet me seriozitetin e duhur. Kjo ngjarje ka hapur një debat më të gjerë në rrjetet sociale, deri ku mund të shkojë një reality show në emër të spektaklit. A duhet të tolerohen deklarata të forta në kuadër të lojës, apo duhet të ketë një ndërhyrje më të qartë për të vendosur kufi etik? Në thelb, reagimi i familjarëve të Mateos nuk është vetëm për një fjalë të vetme, por për klimën që ajo mund të krijojë. Ata kërkojnë që të mos harrohet se pas çdo banori ka njerëz, familje dhe një jetë reale jashtë kamerave. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse, sipas tyre, çdo fjalë duhet peshuar mirë. Ndërkohë, mbetet për të parë nëse produksioni i Big Brother VIP Albania do të reagojë zyrtarisht ndaj kësaj situate, apo nëse vetë banorët do të reflektojnë mbi gjuhën dhe sjelljen e tyre në vazhdim. Në fund, kjo histori shërben si një kujtesë se reality show, pavarësisht se janë formate argëtuese, kanë një ndikim real në publik dhe mbartin një përgjegjësi të madhe për mënyrën se si komunikimi dhe konfliktet prezantohen në ekran.